الله بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb. نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluh me këto ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jemi në hijen e surës së bekuar, Suratul An'am. E posaçërisht në hijen e ajeteve që lexova para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft të shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal që frimarjet tona të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, gjumon e kaluar i përmendëm sipas ajetit që lexuam 5 pika të rëndësishme, ndërsa sot ajeti i sotshëm përfshin 4 pika të domosdoshme që musliman duhet që përmbahen urdhrave dhe porosive të Allahut Dhul Xhelal. Pasi që na shumë mirë dim se Kurani Kerimi nuk është libër ritual vetëm për të lexuar për sevap, por Kurani Kerimi është kushtetut, është katalog. Na me ato bëjmë ibadet dhe me ato i afrohemi Allahu Dhul Xhelal. Pra 5 herë në ditët e lexojmë kushtetutën tonë dhe rregullorën e jetës tonë private dhe shoqërore, individuale dhe familjare. Por çdo namaz i drejtohemi Allahu Dhul Xhelal me porosit dhe ndalimet e tij. Pra ajetin që lexoj para jush sot, Allahu Dhul Xhelal thot: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Mos gaboni t'i afrohni pasurisë e jetimit. Mallit të jetimit mos gaboni t'i afroheni, t'a shfrytëzoni, se ai që han një grinc prej mallit të jetimit ka futë zjarë në barkun e vet. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Allahu Dhul Xhelal thot, ata të cilët e shfrytëzojnë pasurinë e jetimit me padrejtësi, ato në barkun e vet kanë hudhë zjarr dhe do të dënohen rënd. Pra vëllezër të dashur, ka raste që njerëzit e kesh përdorin pasurinë e jetimit, e kesh përdorin kufinin e jetimit, e kesh përdorin strehën e jetimit, e kesh përdorin dritaren në obort e jetimit,
nga sa ati nuk ka kush i del Zot, por ai e ka Zotin i cili është Zoti të gjithëve, dhe ai kur don hak merret dhe ti se mendon asnjë e kujton. Pra la takrabu malal yetim. Po ashtu pasurinë e jetimit mund ta ham në mënyrë indirekte, që ndoshta nuk na shkon mendja. Ndoshta çdo kush prej neve thot, elhamdulillah, unë nuk kam pas rast që ta kesh përdorje ose ta shfrytëzoj pasurinë e jetimit. Por na bëjmë pyetje, a japim të gjithë muslimanët zekatin? E që ata të cilët nuk e japin zekatin e kanë hongër mallin e jetimit, nga se në zekatin e tyre ka hise jetimi, e ai se ka dhënë zekatin, pra e ka hongër mallin e jetimit. Atë pjesën e zekatit që se kanë nxjerr dhe ka thonë e kanë fitu me djersët e mia, nuk ka nevojë që ndihmoj askuj, çdo kush ne të punon dhe ne të jeton, në mesin e tij ka fukara, mesakin, jetima, pra ai në mënyrë indirekte e ka hongër mallin e jetimit. Pastaj vëllezër të dashur, disa njerëz grabitin tokën e përgjithshme, grabitin dhe uzurpojnë pasurinë shoqërore. Në atë pasuri ka hise dhe jetimi, e ka hongër pasurinë e jetimit. Disa njerëz nuk paguajnë rrimën, nuk e paguajnë ujin. Ati mund të kese njerëz që punojnë edhe ruajnë jetima, kin këtë formë e ka hongër mhakun e jetimit. Subhanallah. O vëllezër të dashur, Isa alayhi salam e pa Iblisin një ditë. Ai ishte ngarkuar dhe ishte armatosur me armët e veta të fllihura të tij. Çka kishte me vete? Kishte një organ, kishte një kamxhik, kishte një çip me mjalt dhe kishte një qese me hi. Iblisi i pas ka armë këta, pra jorganin, kamxhikun, mjaltën dhe hinin. Subhanallah. E pyeti Isa alayhi salam dhe tha, o Iblis, çka je ngarku kështu? Çka i ke këta gjëra me vete? Tha, këto janë armët e mia me të cilat i luftoj muslimanët. Tha, vallë, jorganin si lufton me jorgan? Tha, në vakt sabahit ja u hudhi jorganin gjithë natën se ka zonë gjumi, kur vin vakti sabahit që atëherë gjumi i bëhet i lezeqëm. Ja hudhi jorganin tim dhe e ven gjum e lo pa sabah. Tha, po shishe në mjaltës, mjalta çka të vinë, çfar armë është mjalta? Tha, me këtë ja u li buzët kur folin për njëri tjetrin, ja u boj muhabetin shumë të lezeqëm. Nuk ka mbarim muhabeti kur folin për njëri tjetrin, nga se janë li buzët me mjalt shejtanit. Tha, po këtë kam gjikun? Tha, me këtë kur e falin namazin disa njerëz që s'mund t'i ndali të hinë në xhami, ata hinë, a më unë i pres sa t'japin selam me kam gjiki qes për jatë. Me njëherë bohen kalabalëk të dera. Kur hin shumë ka dale. Kur dalin shpejt, kam gjiki shejtanit rrin qaf. Po tha hinin, o Iblis, e tha me hi, ja u li ftyrën jetimave, që kur ta shohe zotriu, thot, ma nuk preket kja ja si u ka bon. Tha, unë ja u li jetimave ftyrën me hi, që të mos e përgdhelin, se mos paq ma tepër të ndihmosh jetimin, thuja një fjalë të urtë, një fjalë të mirë, lavdëroje, se ti qenë kënë zonë si mirë, ti kone fmi i urtë dhe përgdhele, dhe ajo e përgdhelja yte që ja prek flokët dhe ftyrën jetimit, është një lloj sadakaje nëse s'ke tjetër sadaka. Pra vllai dashur, jetimi ka rëndësi dhe në hakun e jetimit, në mënyrë direkt ose indirekte, njeriu i pakohet risku, i pakohet nafaka, dhe bëhet i varfër, dhe jeton i ngulfatur. Shikoj çka thot Allahu dhul Jalal, wa amma idha mabtalahu faqadara alay rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kur dikush ngushtohet dhe nuk i shkon puna mbar dhe mbetet i varfër, a di çka thot? Allahu më kalon onash, ai më kaq vlerësu. Allahu më kaq vlerësu, nuk e di pse. A do në të dish? Allahu dhul Jalal thot, kella, Allahu nuk të kaq vlerësu, po ti vetën e keq vlerësu. Pse? Kella bella tukrimun el jetim. Këtë e kini si dënim se nuk e nderoni jetimin. Pra mos nderimi jetimit dhe mos ndihma e jetimit është ngulfatje në risk, në saglëk, në rahatin familjare.
kalla, Allahu nuk të ban zullum, por këtë e ke si dënim, bella tukrimun el jetim, wala tahaddun ala ta'amil miskin, dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për ta ushqyer nevojtarin dhe fukaran. Pra kjo është dënimi o vëllezër të dashur. Ndoshta për jetimin le të mbese me kaq, kalojmë pastaj në pjesën tjetër, në porosin tjetër, dhe auful kejle wal mizane bil qisti. Kur të matni me të drejtë, qoftë ajo me metre, qoftë ajo me litra, qoftë ajo me kilo, matni drejt. Kur të matni për tjerët, matni drejt. Dhe kur të matni për vete, mos e teproni. Kur të matni për tjerët, mos e mangësoni. Wa auful kejle wal mizane bil qist. Pra matni për të drejt. Matni edhe fjalët e juaja për së drejti. Matni edhe raportin në familjen e juaj për së drejti. Matë e mirë, kur ja jep djalit parat për të dalë prej shtëpie, shifa ja ke dhënë edhe vajzës të njëjtat dhe e ke gëzuar edhe vajzën. Po, kur ja u blen teshat për Bajram, a ja u ke ble të barabartë? Pasurin që e kelon pas vete, a kelon vasijet që edhe vajza i te ka hise në pasurin tënde 50%? A kelon kështu vasijet? Jo, pra s'ke matë drejt. E Allahu dhul gjelar thët, wejlun lil mutaffifin, mjerë për ata që s'matin drejt. I dhe këtalu alen nasi e staufun, wa i dha kaluhum au wazanuhum juhsirun. Kur matin për vete, e mbushin plot. Kur matin për qerët, e le noksan. Mjerë për ata. Vejlun jau me idhin lil mukedhibin, mjerë për ata që e zonë rejnë rinjallin dhe e zonë rejnë dalin para Allahu dhul gjelal. E han hakun e njëni qetri. Pra matja nuk është vetëm qëtu materiale, po edhe fjala është pesh. Edhe fjala ka peshën e vetë dhe është peshojnë vete. Fjala, kur të flasish, të flasish drejt. Edhe nota e mësusit arsimtarit është pesh. Duhet të peshon për zdrejti. Edhe nota e profesorit, edhe është përgjegjësive au fil kejle wal mizane bil qist. Matë e mirë notën, mos ja ha hakun dikujt. Mos ju thuj vajzave e janë në kabineta që e merr notën, ndërsa të gjenve ja mbyll derën. Mos ju thuj zarfën ku e ke, me zarf, not me zarf, me kofer, not me telefon, not me mobil, not. Edhe ajo nota është hak. Edhe ajo duhet t'jepet li kulli dhi hakin hakahu. O vllai dashur, edhe hoxha kur përgjigjet, edhe ai duhet ta folë të vërtetën. Edhe ai duhet të jetë i drejtë në mas. Edhe ai cili thirret për dëshmitar, edhe ai duhet të jetë i matur. Prandaj Allahu dhul xhelal thot: "Wa idha qultum fa'dilu, walau kana dha qurba." Dhe kur të flitni, kur të dëshmoni drejt. Në një ajet tjetër thot: "Walau kana ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima." Mos harroj vllai dashur, kur të thirresh për me dëshmu diçka, mos i shiqon njerëzit të dëshmojsh sipas njerëzive, po shiqo kudretin e Allahut dhul xhelal dhe mëshirën dhe idhnin e tij, pra të jesh i drejtë në dëshmi. Dhe kur duhet të dëshmosh, mos e mshef dëshmin, kështu dal dëshmitar, ama unë e di se ai zengini është fajli. Si dal të dëshmojnë në damin e ti, unë pse me hi asaj të lashe. Pra mshefja e dëshmis është gjuna. Dëshmia në terrenshëm është katastrofë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte mbështetur, i emëroi dhe i numëroi disa gabime të mëdha, disa gjunahe kebair, të cilat ja rrezikojnë muslimanit edhe imanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i numëroi disa prej tyre duke ndëjtur mbështetur, pastaj u ngrit, u ul në gjuhë, ju kuq ftyra, u hidhru dhe tha: "Ela wa shahadat az-zur, ela wa shahadat az-zur, ela wa shahadat az-zur." Tha: "Keni kujdes, dëshminë në terrenshëm." E përsëriti disa herë. Ashabët thanë sikur t'ishte ndalë mo, se shumë sert e tha këtë fjalë dhe shumë i hidhruar për dëshminë në terrenshëm. Pra, edhe nota është dëshminë në terrenshëm. Edhe përgjigja e hoxhës në favor të dikujt personalisht është në terrenshëm. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tha: "Kulil haqqa walau kana murran." Thuaje të vërtetën
edhe nëse është e hidhur, o vllai dashur, e vërteta në fillim është si pelini, po në mbarim është si mjalta, ndërsa rrena në fillim duket e ëmbël, por në mbarim është pelin. Pra kulil haqqa walau kana murran, në drejtësi është mbajt njerëzia, me drejtësi kanë përparu dhe kanë fitu muslimant, vëllezër të dashur. Muslimant e parë kanë qenë të kujdesshëm ndaj jetimit, kanë qenë të kujdesshëm ndaj masës dhe ndaj hakit të huaj, kanë qenë të kujdesshëm ndaj fjalës, kanë qenë të kujdesshëm ndaj gjykimit. Subhanallah, Omer bin Abdul Aziz radiallahu anhu, një ditë ja kishte rahur në rrugë në sokak një fëmijën e tij. Kur ngajti ta shef se kush ja ka rrah fëmijën, dual nana e fëmijës tjetër dhe tha: "Ke kujdesja e mirë, se ki fëmijë i cili u ka ngatruar me djalin tënd është jetim." Tha: "Është jetim." Omer ibn Abdul Azizi tha: "Po pasi është jetim, a merr ki furnizim prej kacës, prej arkës tonë? E la problemin e djalit që ja ka rahur." Tha: "Si jetim, a merr kish furnizim? A merr ki prej arkës së miletit?" Tha: "Jo, unë mundohem ta ushqej dhe ta ruaj." Tha: "Mirë për ne. Çka do t'i thomi Allahu Dhul Jalal që në fqinësi kemi pas një jetim, na nuk kemi kujdesur?" Dhe duke qajtur shkoj Omer ibn Abdul Azizi te depoja, te magazina, mur disa ushqime në shpinë të vet dhe ja dorëzoi jetimit te dera. Kështu janë kujdesur o vëllezër të dashur. Kështu kanë qenë të drejtë musliman ndaj njëri tjetrit. Kanë gjykuar drejt edhe kur kanë pas fuqi, jo vetëm kur je i dobët, jo vetëm kur je fukara, unë jam i drejt, e pastaj kur bëhet zengin, ne qenë të drejtë tjerët. Shiqo çka ndodhi për fund të vëllezër të dashur, një rast i mrekullueshëm me Aliun radiallahu anhu dhe me gjykatësin e tij Shurejhin dhe me një qytetar të rëndont i cili ishte qifut. Një qifut, një jehud, e kishte gjetur pancirin, prakmishën e luftës të Aliut radiallahu anhu. I kishte ra prej deveje dhe ai qifuti e kishte gjetur. Aliu radiallahu anhu ja pa veshur, e njofti teshën e vet dhe tha: "Zotri, kjo këmisha është e imja." Tha: "Jo, është e imja." Tha: "Unë e kam ble." Tha: "Dalin të gjykatësi." Dhe ul Alia para gjykatësit me qifutin, me qytetarin e rëndont. Kush? Amiri, mbreti, kryetari muslimanve, po ulet rafsh në krahas qifutit për me gjyku gjykatësi musliman me ligjin e Allahut. Tha gjykatësi, Aliu ishte emir al-mu'minin. Gjykatësi nuk tha: "Folja emir al-mu'minin", fol zotri kryetari, ose zoti kryetar, si që është bidati sodit. Jo, estagfirullah, as zot, hashave kella, as zotri, as vlla, as hiq. Fol o Ali, tash ti je aliti, ti je Ali, tash je para gjykatësit. Fol Ali, çka ke? Paraqita ankesën tënde. Tha gjykatësi nderuar, ki qytetari, ki bashkëqytetari, ki filani e ka gjetur këmishën time dhe nuk pranon se është e imja, e ka përvetësu. Tha qifutit: "Çka mendon ti për Aliun?" Tha: "Aliun asnjëherë se kam dëgju të rrej, unë së thom se rren Aliu, a më këmisha është e imja." Subhanallah, shikë çfarë hile qifuti. Unë nuk tham se rren Aliu, a më këmisha është e imja. Tha: "Ali, a ke do një dëshmitar ti se këmisha është e itja?" Tha: "Këtë këmish përveç Hasanit nuk e njeh tjetër kush." Tha: "Më fal Ali, se djali për babën nuk mund bëhet dëshmitar. Djali për babë nuk bëhet dëshmitar. Dikën të huaja ke?" Tha: "Jo." Tha: "Më fal Ali, këmisha i takon këtij se ki e ka me vete. Në dash ta marrësh këmishën tënde, atëherë bjerë dëshmitar." Vllai dashur, Aliu e dinte se këmisha është e vetë, po edhe gjykatësi kishte bindje se këmisha është e Alis, po të njëjtën bindje e kishte edhe qifuti. Por Aliu tha: "Me ligjin e Allahut, na nuk guxojmë t'ja marrëm këmishën edhe pse është e ytja, se nuk kemi argument të gjallë." Tha: "Këmisha i takon këtij edhe pse është e ytja." Tha: "I takon këtij." Pra këto vëllezër të dashur, shariat, këtu është ligji i Allahut. Pra edhe pse të tret ishin me bindje të thellë se Aliu është në të drejtë,
Megjithato nuk ka argument që ta vërteton drejtësinë e vet. Gjykatësi tha, merr këmishën dhe shkon në shtëpi. Aliu i tha, më fal, këmisha i takon këtij. Atëherë që i futi u ngrit dhe tha, subhanallah, Aliu amiri muslimanëve, gjykatësi i punësuar prej vetë amirit. Do gjykatës tash që i caktojnë partit, po a gabonaj me fol kundra do një antarit partije, po në qoftaj edhe kryetari bashkësisë lokale, jo më i madh. A është në parti ruju se kjo është në parti, është në parti të gabuar, ndërsa i drejti është në parti në Allahut, ai ka fituar. Tha që futi, subhanallah, Aliu kryetar, gjykatësi duke ditur se këmisha është e tij, mirë po me ligjin e Allahut të cilit këta i besojnë, dhe atë e respektojnë, dhe atë e adhurojnë, dhe kundra ligjit të tij nuk gabojnë dhe s'gabojnë të gjykojnë, pra unë tash kam bindje se kjo fe është feja e drejtë, dhe unë o Ali, këmishën po ta kthej ty, dhe unë këtë moment e pranova Islamin. Në këtë moment unë e thash shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Kur e ndëgjoj Aliu bashkë me gjykatësin fjalën e shahadetit prej gjojës së qifutit, fillon që rjedhin lot nga syt, nga gëzimi, se elhamdulillah një njeriu kur ta lis prej xhehenemit. Një njeri shpëtoj prej xhehenemit. Se kështu i patë mësuar edukatori suprem, e pa një dit ashabët duke qajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i than, ja Rasulallah, çka po qanë, çka të ka shti me qa? Tha, pse të mos qaj, unë që sot ka ndru jetë një djali i ri, ai ka shku si qifut, duke qenë unë prezent, ai më ka shpëtu, ka shku në xhehenem. Ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu Islami i don mbar njerëzit o vëllezër të dashur. Kështu pra Islami i don njerëzit mbar njerëzit. Edhe ata që ju bajnë dëm, edhe ata që akuzojnë ju dhimben pse vdesin jo musliman. Pra, na nuk, as pak nuk kursejmë, që t'ju themi atyre të cilët Islamin e akuzojnë me terrorizëm, Islamin e akuzojnë me terror. Islami është shumë i pastër si loti fëmijës kur qanë, që derdh lotin e pastër, që ashtu është Islami i pastër nga çdo akuzë të huaja, e të hujve dhe të dashakqive, sa që ndonjonit prej popullit ton, i cili flet gjuhën ton, ka guxim të thot, po, mos i shkon shpata, ne sot nuk ishim musliman. Mos i shkon shpata. Jo vllai dashur, mos i shkon udhëzimi Allahut, na nuk do të ishim musliman. Se Islami asnjëherë nuk ka përdor forcë, por ka qajt për njerëzit të cilët kanë ndru jetë jo si musliman. Pra, çka tha qifuti? Këmisha të qoftë Ali, se këmisha vallahi është e itja, po unë desha të provoj çka keni me bë ju me mua, unë si qytetar i rëndomt, pa kur far pushtetin dorë, unë s'jam askush në krahasim me ju, unë e shpreha shahadetin dhe unë pranova Islamin dhe unë ta kthej këmishën. Çka tha Aliu radiallahu anhu? A tha Aliu, tash ke me pagu që ke dal para gjyqit, tash duhet me pagu dëm shpërblim, tash duhet me pagu mëditje gjykatësit, tash duhet me pagu, subhanallah. A dini çka tha Aliu? Tha, o vllai dashur, pasi ti e pranove Islamin, këmishën prej mua e ke dhurat. Të qoftë këmisha si dhurat, pse ti e pranove Islamin. O vllai dashur, wa idha qultum fa'dilu, kur të folni drejt, kur të gjukoni drejt, kur të ndani drejt, mos e hani hakun e njëri tjetrit, as me fjalë, as me pasuri, as me gjukim, as me dëshmi, me as një sent. Subhanallah. Bile ulemoja kanë thonë, kur dikush gjukon mes di njerëzive, nëse njonin e shiqon pak ma tepër, ati qetrit i ka hindër hak. Nëse njoni ti drejtohet i fola ati qetrit që kthen shpinën, nuk ka gjuku drejt. Subhanallah. Këto e në porosit kuranore, vëllezër të dashur, këto e në disa fjalë që dashat i thom lidhje me këtë ajet të shkurt të Kurani Kerimit, të cilin e lexojmë në namazin ton, të cilin e lexojmë gjatë leximit të Kuranit ton,
me të cilin duhet të edukohen rinia jonë, të edukohen meshkujt tonë, të edukohen motrat tona, të edukohet shoqëria dhe ummeti, që ati është shpëtimi dhe merhameti, që ati është shpëtimi dhe muhabbeti. Lusim Allahun dhul xhelal me nur dhe me dritë të Kur'anit, Allahu zemrat tona të na ndriçon. Goja tona me lexim të Kur'anit të na angazhon. Kur'ani natën e vorrit të na ndriçon dhe urën e saratit të na ndriçon dhe në xhennet të Firdaus Kur'ani të na shoqëron. Lusim Allahun dhul xhelal rinin ton në Islam ta udhëzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, mbar muslimanëve që ndihmon, ndërsa zullumqtarët mes vete helasht i ban. Ala in ahsan al kalami wa ablaga an nizam كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah
الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم تداشر vëllezër musliman Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këto ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bimuradi. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Duke i lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahut i cili na dalloi nga gjithë gjallësat, na vlerësoj mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na bëni pjesëtar të fesë vetëm e pranuar, të umetit më të lavdëruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra Allahut fuqiplot i lutemi që minutët tonë dhe frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal i drejtohet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe i spjegon për natyren e njerëzive të devijuar, për natyren e njerëzive të shfrenuar, për natyren e njerëzive që nuk mjaftojnë argumentet dhe faktet në krijesat e Allahu Dhul Gjelal, nuk mjaftojnë për ata qielli i lartë me yjet e lloj-llojshme, nuk mjaftojnë për ato toka me bimët dhe fritet e ndryshme, nuk mjaftojnë argument vetvetja e tyre, me gjymtyret e tyre me të cilat Allahu Dhul Gjelal e ka dalluar njeriun nga gjithë krijesat. Megjithato, ka njerëz të devijuar dhe zemrat e tyre të vullosura. Nuk ju mjaftojnë të gjitha këto argumente të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka pru në jetën e tyre, në natyrën dhe në veten e tyre, atyre nuk ju mjaftojnë. Kërkojnë dhe lypin argumente tjera. Cili ishtë një argument pre atyre që ata e kërkojnin? Argument ose kërkes e palogjikshme. Thonin, na nuk i besojmë Allahu derisa nuk e shohim me sytë e banit. Na nuk të besojmë ti o pejgamber derisa nuk na vin një melek ai të na tregon se ti je pejgamber. Na nuk të besojmë ty derisa nuk na çon Allahu ndonjë shenjë, ndonjë alamet. Po këto nuk janë shenja dhe nuk janë argumente. Kado që ta kthen njeriu krijet has në argumente të vërteta, të cilat dëshmojnë për njësinë, për urtësinë, për fuqinë e krijuesit. Megjithato, ata thonë an ta'tiyahumul malaikatu. Atyre t'ju vinë melaqet.
Po vëllezër të dashur, edhe populli Lutit alayhi salam kërkonin t'i vinë me laçe. Po kur i erdhën me laçet mysafir Lutit alayhi salam, në formë të disa djelmoshave të bukur, të cilëve ju ndriçonte fytyra si hëna 15. Populli Lut alayhi salamit kishte një smundje të neveritshme, një smundje të gërditshme, një smundje të urejtur, një smundje të palogjikshme. Ajo nuk ishte smundje nga Zoti, por ishte smundje nga shfrenimi i tyre. Me atë smundje është smundje sot perëndimi, po më e keqja është se perëndimi atë smundje e zyrtarizon. E kanë zyrtarizuar shumë shtetet perëndimit smundjen e Lutit, smundjen e kaumit të Lutit alayhi salam. Smundjen e kaumit të Lutit sot në shekullin 21, atë smundje të neveritshme, disa shtetet e perëndimit e kanë zyrtarizuar. Dhe në një shtet të Amerikës vetëm për një ditë ka ndodhur 100 kurorizime burr me burr. Kjo është smundja e popullit të Lutit. Dhe kur Lut alayhi salamit i erdhën mysafir disa djelmosha, ai u frigu dhe u dëshpëru se ata dashën t'ja sulmojnë mysafirët. Njëri prej mysafirëve tha: "Ja Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilejk." Na jemi të dërguar të Zotit tënd, ti mos u frigo se ata te tisën mrin. Nuk mund të arrin të vinë në shtëpinë dhe ti çndërojnë mysafirët tu. Ti mos u ngushto, ti mos u dëshpro, ti mos u frigo, ti mos u mërzit, ti mos u pikëllo, se na nuk jemi njerëz të rëndom. Na i kemi fytyrat e djelmoshave për t'i sprovu ata në smundjen e tyre, në hujet e tyre, por na jemi melek. A doni t'ju vinë melekt? Çeku erdhën melekt. Ja Lut, o Lut, asri bi qit'in min al-layli bi ahlika. Ti në një pjesë të natës merre familjen dhe largohu. Wala yaltafit ahadun minkum illa imra'atak. Dhe mos ndalet dikush tjetër, mos vanohet prej familjes tënde. Me përjashtim bashkëshortja ite ajo letërin me ata, se me ata do të shkon. Illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum. Se ato do ta godit ajo çka do t'i godit ata. Subhanallah, vëllezër të dashur, në Islam nuk ka lidhje familjare, por ka lidhje fetare. Në Islam nuk ka lidhje fisnore, por ka lidhje ibadetare. Bashkëshortja e Lutit alayhi salam, edhe pse ishte bashkëshortja e pejgamberit, Allahu dhul Jalal tha: ajo letërin ti meri vajzat tua dhe largohu. Inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Nga se afatin e kanë deri në mëngjes. A nuk është mëngjesi afër? Deri në mëngjes e kanë afatin. E pastaj në mëngjes çka ndodhi o vëllezër të dashur? Falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha. Dhe kur erdh urdhri jon, thot Allahu dhul Jalal, kur erdh urdhri kun fayakun, çka bën? E praptum atë vend banim ku ishte ndytur dhe ishte njullasur dhe ishte fliqur me një punë të neveritshme. Allahu dhul Jalal e praptoi temelet e shtëpiave, i nxori nalt në vend të kulmin e futin në vend temeleve, nga se zemrat i kishin të praptuara dhe zemrat i kishin të mbuluara me kufër dhe me punë të këqija, dhe kështu i praptoi Allahu dhul Jalal vend banimet e tyre. Po kjo nuk ishte mjaft. Pastaj çka boni Allahu dhul Jalal? Wa amtarna alehim hijaratan min sijilin mandud. E pastaj atyre ju lshum shi, po jo nga uji i rëndom, po shiu ne ulshum nga gurët, të përgatitur gur në fabrikën e Allahut dhul Jalal, ku disa komentatorë të Kur'anit thonë se çdo gur e kishte emrin e atij çka do ta mbyt dhe do ta lënë vend. Subhanallah, o vëllezër të dashur, i mbyti Allahu dhul Jalal me gur prej lart, e pastaj i praptoi vend banimet e tyre, dhe kjo ishte ardha e melekëve. Ka disa njerëz nuk i besojnë Allahu dhul Jalal, nuk i frigohen Allahu dhul Jalal, presin me laqet t'i shohin me sy. Ato tjerët presin Allahun t'a shohin me sy. I thanë që futët Musa alayhi salam, na nuk i besojmë Allahut tënd derisa t'a shohin me sy.
Erin Allahe gjahraten, ne e tregos Zotin haptas, ne ta shohim. Nuk keni sy ju për ta pa Allahun. Nëse ju doni t'i provoni sytë e juaj, shiqoni një dritë që e keni nga t'juve, lëshonja sytë një reflektorit të fort. Nëse rinë sytë e juaj pa u praptuar dhe të qëndruar, atëhere do të keni sy me të cilë do t'a provoni dritën e diellit. Atëherë provoni e diellin në mesditë, kur është vap, lëshonja sytë diellit, nuk mund të qëndrojnë sytë e juaj pranë rrezeve të diellit. Pasi sytë e juaj nuk janë të përgatitur, ti durojnë dritat e krijuesit. A keni sy për ta pa dritën e vet krijuesit? Nuk janë sytë tonë të përgatitur për ta pa dritën e Allahu Dhul Gjelal dhe për ta pa Allahu Dhul Gjelal. Po Allahu Dhul Gjelal muslimanve, atyre të cilët e kanë besu edhe pse se kanë pa, ka me jau pregadit sytë e tyre në ahiret dhe në Gjennetul Firdaus, dhe kanë me pa Allahu Dhul Gjelal. Allahu nasip me mu. Vëzër të dashur, të mirat e Gjennetit do t'jenë shumë minimale, të bukurat e Gjennetit, të cilat s'ti ka pasyni, s'na i kanë dëgju veshi, s'na kanë rënë ndërmend, të bukura dhe lezatime dhe gëzimet të mëdha të Gjennetit të panumërta, ato do t'jenë shumë të vogla dhe minimale në krahasim me pamjen e Allahu Dhul Gjelal. Vëllezër të dashur, pra Allahun do t'a shofin muslimant me sytë e ballit, po me sytë e ahiretit, jo me sytë e dynjas. Ato që presin t'a shofin me sytë e dynjas, ato kanë deviju, nuk kanë t'a shofin as në ahiret. Pastaj, au ya'ti rabbuk, ndonjëherë kërkojnë të vijë Zoti te ata. Zoti nuk vjen te njerëzit. Njerëzit duhet të dalen nga epshet e tyre, nga egoizmi i tyre, të zhveshen dhe të takohen me shpirtat e tij dhe me punët e tij, me mëshirën e Allahut Dhul Gjelal. Mu ashtu siç tha Ibrahim alayhis salam, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tha, unë ju lash juve, unë shkova te Zoti im, që do në thot, unë e dola prej qenjes time epshore, prej qenjes time njerëzore, edhe me shpirtin tim i drejtohem krijuesit. Pra vëllezër të dashur, au ya'ti ba'du ayati rabbik, ose kërkonjin t'ju vinë disa argumente, fakte për Allahu Dhul Gjelal. Pra është fjala për shenjat e kiametit. Kur të vinë shenjat e kiametit, mbara të që s'kanë besu, kanë me besu, po besimi tyre s'ka me u pranu. Një për atyre është vetë vdekja. Vdekja, o vëllezër të dashur, kur i vinë vdekja çdo njeriut, a dini çka thot kur e shef me latjen të kryet? Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. O Zot, më kthe në dunjë, ndoshta do të bëj ndonjë punë të mirë. Prap nuk është i sigurt. Prap nuk është i sigurt në vetvete. Se po t'ja fal me latja që s'ka gjasa, kur të vi me latja e vdekjes nuk ja fal as një sekund, ajo e krin urdhin e krijuesit, por ai njeri që s'ka bë punë të mira dhe ai që s'ka besu, do të thot, o Zot, më lejo edhe një herë, më kthe përsëri në dunjë si që isha i shëndosh, ndoshta do të bëj ndonjë punë të mirë, të cilat si kom bë duke qenë i shëndosh, duke qenë gjallë. Allahu Dhul Gjelal çka thot? Kalla innaha kelimetun huwa qailuha. O melakja ime, vazhdo ti punën tënde, se ai e ka fjalë ato. Ai e ka fjalë ato, nuk e ka për gjithmen. Se ta kish me gjithmen nuk e kish lënë për tash, po kish ra vetes mrapa ma herët. Ti krije punën tënde, se ai vesh fjalë ka ato. Nëse e kthejmë përsëri në dunjë, ai kish me vazhdu që atje ku e kalon, dhe do t'ju thonë të shokve të vetë, a dje t'u pi alkohol, a dje t'u lujt bigjoz, a dje t'u ndet në muzike, në këngë, në dëfrime, në shfrenime, a di shka do t'ju thotë, ha, kesh i smut një dit kesh t'u vdek, ama jo, hala kisha pas me u knaqën këtë dënjo. Kështu do thot me e leju Allahu Dhul Gjelal, prap do t'kthen a dje ku e kalon, po Allahu Dhul Gjelal nuk e lemo. Kur të vinë me latja t'ja merë shpirtin, u kri ajo punë. Pra, idha gjaet, kur të vinje, jau me te'ti ajatu rabbik, ose jau me je'ti ba'du ajati rabbik, la jenfa'u nefsen imanuha, lem të kun amenet min kabën. Nuk do t'i boj dobi ati personi, i cili beson në atë moment, e që s'ka besu ma herët. A që ka besu ma herët, imani ati forcohet. Dhe kur ti shef alametet e kiametit, dhe kur ta shef diellin se po lind ka perëndon,
ati i forcohet imani dhe bindet dhe thot po o Zot, që kjo është alameti për të cilën na ka tregu pejgamberi në hadithet e tij, dhe na i kanë përcjell dietarët hadithet e pejgamberit, dhe këtë e kemi pa dhe e kemi ndëgju, se e kemi lexu dhe e kemi ndëgju, se një ditë do të vinë momenti kur dielli do të lind ka perëndimi, që atëherë nuk pendohet, nuk pranohet pendimi, atëherë nuk pranohet as imani i atyre që s'kan besu deri atëherë. Pra vëllezër të dashur, kur e kanë pas zorin, kanë besu. Edhe Firauni, i cili thonte ana rabbukumul ala, unë jam Zoti më i lartë juaj, nuk ka Zot tjetër për ju përveç mua. Kështu thonte Firauni. Por kur ju mbyll rruga në det, kur e pas se s'ka fuqi të del, thiri një herë dhe tha ja Musa më ndihmo. E thiri Musën, ai ngante mbas Musës ta likvidon. Po kur e pas se Musa dul prej deti, ai mbeti në thellësi të ujit, ju drejtu Musa, i tha ja Musa ndihmom. Por Musa a.s. vazhdoi rrugën. Allahu dhul xhelal tha o Musa, ai të lut ti nuk pati dobi, të më ishte lut mua e kisha shpëtua. Subhanallah. Allahu dhul xhelal e shpëton nga fatkeqësia edhe ato që si beson kur ai drejtohet Zotit, ndërsa nuk ja pranon imanin kur bjen zor. Pra më kupton vllai dashur, i ndihmon edhe kafirit kur ai drejtohet Zotit, amon o Zot ndihmon, Allahu e shpëton, por imanin nuk ja pranon. Të kishte thon Firauni o Zot më ndihmo, Allahu dhul xhelal do ta shpëtonte prej garkut. Por ai prej garkit, prej fundosjes në det. Por ai nuk ju drejtu Zotit, ju drejtu Hazreti Musës. Kur e pa se po shkon mo, as Musa si ban dobi, por Allahun si ra ndërmend, atëherë tha amentu billadhi amenet bihi benu Israil. Edhe unë besova në Zotin që besën beni Israilet. Allahu dhul xhelal në vend ju përgjigj, al-ana wa qad asayta min qabl wa kunta min al-mufsidin. Tash u bovohen. Deri tash thoshe unë jam Zot. Tash e beson Zotin që s'ka Zot tjetër pos ti. As ti nuk je Zot, as ti ka gjasa dikush të jetë Zot. Edhe gabojmë kur dikujt i thom Zot, i themi Zot. Kjo është e bidati i fjalorit ton të cilin e kemi çpik, ku njeriu ti thot njeriu Zot, këto të cilën nuk e bën asnjë popull në gjuhën e tij. Çdo popull ka dallim dhe ka diferencë në fjalorin e tij për njerëzit të cilët i respektojnë dhe i nderojnë, për njerëzit me poste të larta, pra atyre ju thon zotëri, e Zotit i thon Zot çdo popull në gjuhën e tij. Me përjashtim shqiptarët i kanë përzi kablat. Me përjashtim shqiptarët, Zoti na gjithmonë jemi të mençur. Gjithmonë ja kalojmë tjerëve në gërdi në çoroditje. Se na jemi vetëmi popull o vëllezër të dashur, që shumë pak korrim sukses në mënyrë organizative. Kjo është sindrom, kjo është smundje e popullit ton për fat të keq. Pra flasim nga zemra dhe themi realitetin, dhe duhet të jemi të sinqert me vetveten, nga se hallkit këtu nuk na ndëgjojnë. Kjo duhet ta themi nga del shpirti, se ne në mënyrë organizative dështojmë. Sa fillojmë diçka të organizojmë, ndahemi në grupe dhe përqahemi dhe na mbetet ideja vetëm në fleta. Vetëm një herë kemi qenë të suksesshëm. Vetëm një herë kem mjaft të suksesshëm. Shqiptarët në mënyrë organizative, në mënyrë institucionale, në mënyrë shtetërore e korrëm vetëm sukses që nuk na bashkan gjit asnjë popull tjetër. Cila ishte ajo? Ndalja e fesë zyrtarisht. I vetëmi shtet ke Shqipëria që e ndali fen zyrtarisht, që ja ndali njerëzive të mos falen edhe në shtëpitë vet në dhomën pa dritë në mesnatë. Ja ndali nëse kuptonin se dikush falet në shtëpitë vet, ai dënoheshte. Dhe mësuesët për fat të keq, mësuesët që janë shumë të lavdëruar dhe shumë meritor, të cilët duhet të respektohen, për fat të keq edhe ato ranë në ndikimin e politikës ateiste, komuniste, ranë në ndikimin e saj me dashje se pa dashje, i testonin nxënësit në klasë dhe njoni shtireshte sikur po falet që të zbulon prej fëmijëve, a ka ndonjë antar i familjes që falet, dhe u ngrishte një fëmijë thoshte, po mësues i nderuar, që kështu si ban ti, ban nëna ime plak të shtëpia.
Dhe me këtë e zbuloshin se ka hala njerëz që falen, ha? Kështu vëllezër të dashur. Ka njerëz edhe mo që adhurojnë Allahun. Kanë mbet njerëz edhe mo që i bën ruku dhe sejdë Allahun. Dhe këtë luftë ja shpallën Allahu dhul xhelal. E çka fituam me ato? Vallë mos shkum në han, mos prodhum satelit, mos prodhum aeroplan, mos ushqim botën me dënjë ushqim nga toka e bekuar që bën çdo çka ta mbjellish. Çka bëm me to? U bëm të varfërit e dynjos. E di pse? Kur varfrohet zemra nga imani, varfrohet edhe toka nga bereqeti. Vëllezër të dashur, fjala mund të jetë diku tjetër, po desha ta them ta lidhi me këtë, me fjalën Zot. Fjala Zot nuk i meriton dhe nuk i takon që tërkuj përveç Allahut dhul xhelal. Pra shqiptarët janë të vetmit dhe janë dakordu si kur janë marrë vesh, edhe pse kemi vështirë të merremi vesh me zvete, po në këtë pikë kemi marrë vesh të gjithë. Janë marrë vesh, në realitet janë marrë vesh të gjithë, që njëri tjetrit t'i thënë Zot, për fat të keq. E Firauni kur tha, i besova Zotit të Beni Israilve, Allahu dhul xhelal tha tash është vonë, nga se ishe nga të prishurit deri tash. Nuk e besojshe krijuesit, po thoshe unë jam Zot. Vëllezër të dashur, kur të vinë argumentet dhe faktet të cilat janë bindse për iman, imani mo atëherë, pra e kam fjalën për alametet, për shenjat e kiametit, imani i atij që s'ka besu nuk pranohet. Au kesebet fi imaniha khajra, ose nuk ka punu ndonjë punë të mirë, ka besu, po nuk ka vepru. Ka thonë jam musliman, po se në agjnoj Ramazan. Ka thonë musliman jam, po Ramazan se në agjnoj une, se unë jam në post, mu më vinë misafir, unë pa tjetër e kam të ndhezi cigaren para misafirit, se mu më vjen turp prej misafirit, a nuk më vjen turp prej Allahut. Mu më vjen barë mos e nderoj misafirin me një gotë të alkoholit, si mos e cëkati unë gotën me to se më ka ardhë prej skejt dënjos, a nuk i vjen turp pas nuk i frigohet ai që ka kriju në barë dënjon. Allahu dhul xhelal. O vëllezër të dashur, një ditë e takova një plak në rrugë dhe ja pyeta hallin. Tha nuk jam mirë, edhe vjet nuk isha mirë, po si mjet halama hiç. Vjet kisha qenë mirë. Thash pse? Se vjet e kisha plakën e hashim si firë bashku. Thash po fëmijët gjend ato rejet ku i ke? Tha asnjë nuk qohen si firë. Vjetu qohnja me plakën zbashku bëshim si firin, bile na thoshin shiqo, shumë rimin i tu hargju ju në si firë. Tha ju dhim beshte rima që hargjojmë na duke ngrohur si firin. Shumë zhurmë na bëni kur qohnin si firë. Tha edhe kritika edhe talje kishim, po qka është me e keqja se bashortja kaloj në ahiret e mu m'la vet. Shumë vështir jam të e kalu Ramazanin. Subhanallah. Plaku, shumë vështirë është të e kalu Ramazanin, se në vetëmi e bon iftarin dhe në vetëmi e ban syfyrin, as një pre antarëve të familjes nuk e shoqëron bere për hirë të asaj që e kanë prind. Subhanallah. Pra, këto thojnë jemi musliman me fjalë, ndërsa me zemër, në zemrën e tyre nuk ka depërtu imani. Në disa vende tjera thojnë jemi musliman, a gjënojmë Ramazan, po namaz sa në falim, na jemi tri, na s'kemi kohë të falemi. Isha në një fshat jashtë Shkupit, në një fshat mbi 500 shtëpi, xhamia gjon e gjatë, xhamia krejt në mermer e zbukuruar me 2 minare nga 3 sherife. Kur arritëm në fshat, në hyrje të fshatit, njerëzit rishin në për kafe me kapuqat bardh, dhe i thash vllaut që më shoqëronte, mos nxito ka dalë, sabër, se pas ka kohë taravia dhe mo këtu e fal kanë ma vonë. Tha pse? Thash po ja xhamati këtu, tha këtu e në xhamati kafes, xhamati namazit kanë fillu të falen. Tha këtu e në xhamati kafe vohur. Subhanallah, kur shkum në xhami, në atë xhami të zbukuruar, në atë xhami të gjëre të gjatë, o vëllezër të dashur, pa as një tri, vetëm disaf të gjithë haxhiler. Vetëm 2 saf të gjithë haxhiler, as një i ri, vetëm babat plak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nga alametet e kiametit, një ndër ato është xhamia do të zbukurohen, por xhamati do të falen, do të rinë kafe.
të ri do të rinë për internet, të ri do të rinë për kafiqa, nga sa ta kanë pru shërbetore, kanë pru prej jashtë, prej jashtë kanë pru gratë të huaj të shërben të rive, të shkatrojnë moralin e të rive. O vëllezër të dashur, xhamia do të zbukurohen, pak do të falen, minare do të ngriten lart, ezani nuk do të ndëgjohet, ezani do të ndëgjohet dhe veshët do t'ja shurdhon, po zemra nuk ju ndëgjon. Ezani veshin ja shurdhon, po zani nuk arrin në zemrën e tij. Tha Kurani do të zbukurohet, por pak do të lexohet. Këto janë disa shenja të kiametit, ndërsa disa njerëz tonë nuk i llogaritin shenja dhe as pak nuk ju bën ndërmend, por i pritin shenjat e mëdha, siç është lindja e diellit ka perëndimi, por atëherë nuk pranohet as imani as pendimi. Vëllezër të dashur, kul intadhiru, inna muntadhirun. Allahu dhul xhelal thua ju atyre le të presin, se na kemi kohë të presin. Neve nuk na bëhet vonë. Ata le të presin. Çka pritin ato njerëz, o vëllezër të dashur, të cilët vetes i thonë musliman, a nuk axhinojnë në Ramazan. Vetes i thonë musliman, Allahut në sejdë, Allahut sejdë nuk i bajnë. Subhanallah. Kul intadhiru, inna muntadhirun. Inna alladhina farraku dinahum wa kanu shi'an lasta fi amrihim min shay. Lasta minhum fi shay. Allahu dhul jalal thot, ata të cilët e kanë shpërnda fenë e tyre, një koment është që e kanë nda. Thonë jemi besimtar, namaz nuk falin. Thonë jemi besimtar, Ramazanin e agjerojnë, namazin nuk e bëjnë. Thonë jemi besimtar, namazin e falin, zekatin se japin. Thonë jemi besimtar, po prindët nuk i respektojnë. Thonë jemi besimtar, po këshit rahat silon. Subhanallah. Pra e kanë nda fenë e tyre. Diçka kanë marë, diçka kanë lonë. Allahu dhul xhelal i kritikon ato njerëz që prej fesë të tyre diçka marrin, diçka lonë, nuk ka zgjedhje në fe. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan. O musliman, hini në këtë fe të kompletuar, wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos i ndjekni gjurmët e shejtanit, se ato janë mësimet e shejtanit. Ato janë mësimet e shejtanit, o vëllezër të dashur. Farraku dinahum wa kanu shi'an, dhe e kanë ndarë në grupacione. Kështu e ndajtën në grupacione fen çifutët, kështu e ndajtën në grupacione fen të krishterët, por muslimanëve nuk ju lejohet ta ndajnë fen, e ta bëjnë fen perishan e ta përçajnë. Asesi nuk lejohet. Dhe urrejtja më e madhe nga Allahu dhul xhelal është për ato njerëz që bëjnë përçarje në dinin e Allahut dhul xhelal. Për ato njerëz që shpikin ibadete dhe tradita të huaja në dinin e Allahut dhul xhelal, që e përçajnë dinin dhe bëhen grupacione. Leste minhum, ti nuk ke kur gjë për ata. Inna amruhum ila Allah, ndërsa çështja e tyre i mbetet Allahut. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. E Allahu do t'i lajmëron pastaj, do t'ja numëron punët të cilat i kanë bë kundra dinit të Allahut dhul xhelal. Do t'i lajmëron dhe do t'ja numëron gabimet të cilat i kanë bë kundra namazit të tyre, kundra agjerimit të tyre. O vëllezër të dashur, Ramazani po shkon. Ramazani është një misafir i Allahut dhul xhelal. Ne ja kemi hapur dyrat dhe i kemi thonë mirë se vjen misafiri i Allahut. Na kështu kemi vepruar, ndërsa ka njerëz të cilët ja kanë mbyll derën Ramazanit dhe i kanë thonë gabim ke ardh, nuk ke ardh në shtëpi ku duhet të hinsh, se në këtë shtëpi njerëzit janë musliman me emën e nuk janë me zemër. Ja kanë mbyll derën Ramazanit, se kanë pranuar as iftarin as sifirin, nuk e kanë pranuar, nuk e kanë respektuar misafirin. Pra vëllezër të dashur, na lutim Allahun dhul xhelal, pasi që na ka udhëzuar në këtë fe, lutim Allahun të na bën të qëndrueshëm në këtë din. Lutim Allahun dhul xhelal të na bën që ta ndihmojmë njëri tjetrin në këtë fe. Lutim Allahun dhul xhelal që ta këshillojmë njëri tjetrin në punë të mira dhe ta ndalojmë nga të këqija. Lutim Allahun dhul xhelal që rinin ton të cilën Allahu na e ka dhuruar, me të cilët xhamiat na i ka zbukuruar. Lutim Allahun dhul xhelal ta mbron nga çdo e keqe e kësaj dunjoje dhe nga çdo vështirësi e ahiretit. Lutim Allahun dhul xhelal shejtanin i cili merr mbrapa rinin ton dhe i mbashtron nëpërmes të internetit, i mbashtron nëpërmes të programeve të fllihura dhe mundohet të mbashtron. Lutim Allahun dhul xhelal që zemrat e tyre në din t'i forcon, imanin e tyre me Kur'an të zbukuron.
Lusim Allahun dhul xhelal, mbar muslimanëve kudo që gjinden, Allahu t'ju ndihmon. Lusim Allahun dhul xhelal, të samurit ton Allahu t'i sharon, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, të varfurit ton t'i pasuron, të pasurive ton Allahu bamirësin që u dashuron. Rinin ton në islam të udhëzon, familjet tona në namaz t'i drejton. Lusim Allahun dhul xhelal, mbar muslimanëve në rrezullin toksor, të cilët luftohen nga zullumqtarët, Allahu muslimanëve që ndihmon. Ndërsa zullumqtarët mes vete helash t'i ban. Ela inna ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.